Sa akti mirë i devotshmërisë është ulja e shikimit. Në këtë thënie të bukur, Imam Aliu thekson virtytin dhe rëndësinë e uljes së shikimit, apo të përmbahesh nga shikimi i çdo gjëje që është ndaluar ose mund të çojë në tundim. Për të kuptuar rëndësinë e këtij akti devotshmërie, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu, në surën Nur, ajeti 30, thotë: "Thuaj ju besimtarëve të ulin shikimin dhe të ruajnë pjesët e tyre intime. Kjo është më e pastër për ta. Vërtet, Allahu është i njohur me atë që ata bëjnë." Ky ajet i urdhërojnë qartë burrat musliman të ulin shikimin, duke theksuar pastërtinë dhe drejtësinë që vjen nga kjo. Për më tepër, në surën Araf, ajeti 26, Allahu paralajmëron kundër pasojave të mosuljes së shikimit. Ai thotë: "O bijtë e Ademit, ne ju kemi dhënë veshje për të fshehur pjesët tuaja intime dhe si zbukurim. Por veshjet e devotshmërisë, kjo është më e mira. Kjo është nga shenjat e Allahut që ndoshta do t'i përkujtojnë." Ky ajet thekson rëndësinë e zbukurimit të vetes me drejtësi dhe modesti, që përfshin uljen e shikimit. Deklarata e Imam Aliut shërben si një prokujtesë për muslimanët për shpërblimin dhe dobinë e madhe të praktikimit të këtij akti të devotshmërisë. Duke ulur shikimin ton, ne mbrohemi nga rënja në mëkat, duke ruajtur pastërtinë ton dhe duke ruajtur zemrat dhe mendjet tona. Është një mjet për të ruajtur modestinë ton dhe për të mbështetur vlerat e Islamit. Ulja e shikimit jo vetëm që ka përfitime personale, por gjithashtu kontribuon në një shoqëri më të shëndetshme dhe më të respektueshme. Ndihmon në parandalimin e marrëdhënieve të paligjshme, mbron shenjë të rinë e martesave dhe promovon një kulturë modestie dhe mirësjellje. Duke praktikuar këtë akt të devotshmërisë, ne krijojmë një mjedis ku individët vlerësohen për karakterin dhe intelektin e tyre dhe jo për pamjen e tyre fizike. Për më tepër, ulja e shikimit kultivon një ndjenjë vetë disipline dhe vetë kontrolli. Na mëson të përparsojmë mirëqenien tonë shpirtërore mbi dëshirat kalimtare dhe shpërqendrimet e kësaj bote. Është një manifestim i nështrimit tonë ndaj urdhërimeve të Allahut dhe një pasqyrim i dashurisë dhe nderimit tonë për të. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson rëndësinë e uljes së shikimit si një akt të devotshmërie. Duke u përmbajtur nga shikimi i asaj që është ndaluar, ne mbrohemi nga mëkati, ruajmë pastërtinë tonë dhe kontribuojmë në një shoqëri më modeste dhe të respektueshme. Le të përpiqemi të mishërojmë këtë virtyt dhe të kërkojmë kënaqësinë e Allahut në të gjitha aspektet e jetës sonë. Allahu na udhëzoft dhe na dhënë forcën për ta praktikuar këtë akt devotshmërie.